Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për gjykatën e kushtetuese, vendimin e saj mbrëmjen e djeshme për rrëzimin e kërkesës së kryeministrit Edi Rama për çështjen e kompetencave për Belinda Ballukun, e cila automatikisht tashmë rikthehet e pezulluar nga SPAK-u, ndërkohë ka një mas për të ndalimin e daljes jashtë shtetit, por edhe një kërkesë për autorizim për dhënien e autorizimit nga Kuvendit për masën e arrestit. Pra, me 3 masa aktualisht, edhe me një vendim të kushtetueses që nga një pjesë është interpretuar si gjysmë fitore për mazhorancën socialiste dhe gjysmë për SPAK-un, me ndikim, po, sipas një pjesë të opinionit që mendojnë se këtu kanë dorë edhe ndërkombëtarët për të shpëtuar SPAK-un edhe për të dhënë ndoshta edhe një frymarrje qeverisë. Për ta shpjeguar më thjesht këtë, kemi të ftuar mikun e emisionit ton, avokatin Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mbrëmjen e djeshme, pas vendimit ju më tha që doli ajo që ju kishit menduar një fitore. Unë ta kisha thënë me kohë që Belinda Balluku nuk mund të pranohet në opinionin e huaj diplomatik dhe miqësor të shqiptarëve, që të vazhdoj të vjedhë, të vazhdoj të shes, të vazhdoj të pasurohet, të vazhdoj të punojnë kundër interesave të Shqipërisë. Por unë do ta përshëndesja vendimin e gjykatës kushtetuese për një arsye që nuk e ka thënë asnjëri deri më sot. Gjykata kushtetuese zotëri ka vepruar dhe vepron në kushte të një terrori të jashtëzakonshëm shtetëror, të një presioni të pakrahasueshëm dhe të paparë deri më sot. Do të thënë, hajdutëve të gjithë botës më tashmë, jo më të Evropës e Shqipërisë. Edi Rama ka ushtruar të gjitha presionet e mundshme që gjykata kushtetuese ta vërë në shërbim të tij, gjë që nuk arriti ta realizoj, falë edhe ndihmës së miqve tanë amerikanë që i treguan vendin dhe i thanë stop. Natyrisht gjetën një modus vivendi, një mënyrë të shkëlqyer për t'ia hequr mundësinë atij që të bëjë presion dhe ndërkohë të shkojë drejtësia në vend, sepse për atë nuk ekziston ligji që të jetë ai postulati të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Për atë ka vetëm një gjë, unë jam ligji, unë jam shteti, unë jam ai, unë jam fuqia, unë nuk bëj gjë, unë nuk zhduk, unë nuk çfaros. Pra, e përshëndes të ndonjëherë vendimin e gjykatës kushtetuese se gjeti një zgjidhje shumë të mirë dhe përshëndes edhe gjatë gjyqtarin Beci, i cili i hoqi mundësinë e Edi Ramës që të bëjë çfarë të dojë dhe të mbajë në pushtet një hajdute, një bashkë hajdute, se ai ishte hajdut bashkë me të dhe ajo ka vjedhur bashkë me të. Por ndërkohë, dua të them 5 fjalë për Belinda Balluku. Zonjë, si që shikon, nuk i shpëton dot drejtësisë. Si që shikon, e dim, ja ta them unë që e dim. Si që shikon, zonjë, Edi Rama nuk ka më mundësi ligjore që të veprojë në interes tënd, por të veprojë ligjin në interes të shtetit dhe të popullit shqiptar. Prandaj, unë të këshilloj ty zonjë, të lehtësosh pozitën tënde, se në fundit gruaje, edhe një grua është e dobët para presionit të një mashkulli edhe aq më tepër të një personi që ushtron një diktaturë të papartë komuniste në Shqipëri, edhe pse ti rrjedh nga një familje komuniste, por të këshilloj që të shkosh në SPAK, të shkosh në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit, të thuash të vërtetën e pakontestueshme që ti ke vepruar me urdhër të Edi Ramës çfarë do lloj veprimi që ke bërë dhe të denoncosh të gjitha aferat që keni bërë me Edi Ramën. Zonjë, Edi Rama aty po të fundos, jo vetëm ty, po dhe të gjithë rrethin tënd. Thirrje mendjes për mua, ti bësi të duash. Po thirrje mendjes dhe shko në gjykat dhe thuaj të vërtetën, thuaj di në media
se ke aftësi dhe mundësinë që të dalësh në media dhe të denoncosh të gjitha aferat që keni bërë me kryebanditin Edi Rama. Avokat, ka nga ata që mendoj që gjykata kushtetuese, pavarësisht se është vendosur aty edhe paguhet për atë punë, nuk ishte këllëqe që të vendoste të merrte një vendim që do shënonte një precedent për të ardhmen. Pra nuk vendosi një precedent për këtë çështje, po e la ashtu siç je. Tashmë ne nuk e dim nëse një antar i gjykatës i Këshillit të Ministrave mund të pezullohet apo jo, sepse 4 antarë thanë që duhet merret leje në parlament, 4 tjerë thanë që jo. Pra tashmë mbetet që mbetet e hapur. Edhe nesër gjykata mund të kërkojë edhe gjysmën e pezullimit të Këshillit të Ministrave. Kjo është ndërhyrje e drejtësisë e gjyqësorit në vendimet e Jo, ky është një mashtrim dhe një pislëk që kërkojnë që të interpretojnë ligjet dhe rregullat e shtetit. Zotëri, Hajduti arrestohet. Po atëre mos e pezullo, po arrestoje. Është prerë urdhri i arrestit. Këta e pengonin. Edi Rama me gjykatën kushtetuese dhe me kuvendin. Jo, po këta e pengojnë. Po flasim për masën e parë, kërkesën për pezullim, jo masën e autorizimit, pra kërkesën e autorizimit për masën e arrestit. Pra ne nuk e dim. Nesër ata mund të thonë i teket gjykatës në presion ndoshta edhe të huaj, të fuqive të huaja që do kërkoj pezullimin e kryeministrit, cili do qoftë ai. Po kjo është ndërhyrje. Jo, më fal një minutë. Dale, se po keq interpretohet e drejta për të kërkuar drejtësi, po pezullohet, po shkelet e drejta më demokratike për ligjet e shtetit dhe në drejtimin e ekonomisë së Shqipërisë. Zotëri, janë zbuluar aferat jashtëzakonshme korruptive të urdhëruara nga Edi Rama dhe të zbatuara nga Belinda Balluku. Belinda Balluku praktikisht është kapur në flagrancë, sepse ka shkelur ligjin. Jo antare, të lutem, jo antare qeverisë jetë ajo, po edhe vetë kryeministri po u kap duke vjedhur, po them prap, duke vjedhur arrestohet të flagrancë. Para ligjit janë të tërë të barabartë. S'ka aty, me që është kryeministër, me që është antare e Këshillit të Ministrave, edhe do ta lëmë ne të vazhdojë të vjedhë. Ç'është kjo logjik? Ku e gjetën këta këtë logjik? Po të gjitha këto ndodhin për një arsye më të rëndë. Më vdekje prurse për kombi shqiptar, për popullin shqiptar. Ne kemi në fuqi një kushtetut që mbron hajdutët dhe kriminalët. Kemi në fuqi një kushtetut që është importuar nga Serbia, është ekziston një kushtetut që mbron hajdutin dhe mbron kriminalin e veshur me pushtet. S'ka pushtet për hajdutin dhe për kriminalin. Për hajdutin dhe kriminalin ka vetëm drejtësi para hekurave, para prokurorit, para gjykatës, të dalë atje të shpjegohet. Që janë këto, në nxorën tani pezullohet gjysmë e qeverisë. Nuk e pezullon njeri gjysmën e qeverisë. Dhe s'ka arsye ta pezullojë deri tani. Ajo qeveri duhet të rrëzuar e tëra. Por tani jemi në kushtet që kemi kapur një person që ka vjedhur dhe ka grabitur prorat e shqiptarëve. Nuk do rrim vetëm aty. Avokat, kemi një rast, lutem, kemi rast flagrant, rast shumë shpërthys në rjoll të Shkodrës, në Lipoj ku janë ata. Dje dhe pas dje, shkon policia e shtetit. Dhe dërgon aq më tepër, dërgon policin. I drejtojnë prapë Ilir Prodës. Ilir, si rimëndjes, jam miku yt, jam patrioti yt. Si rimëndjes, mos u bën shkak ti që të përplasen njerëzit dhe përgjegjësia do vetet mbi ty, po ta them prapë dhe një tjetër. Largo policin andej dhe atje problemin që kanë ata zotërinj pronarët e tokave atje të vend ta zgjidhin, ose si e ka ky
që kërkon të marrë tokën atyre. Avokat, të lutem edhe diçka përpara se të kalojmë tek kjo, tek çështja e Ballukut. Si do vazhdohet tani, avokat, sepse syt janë gjithë aty, çfarë do bëj kryeministri? Do ta shkarkoj tani pasi pezullimi u rikthye? Do t'i heq imunitetin, pra do jap autorizimin SPAK-ut që të vazhdojë me procedurat e tjera? Apo çfarë do bëj tani? Ai atë duhet të bëj dhe do ta bëj me një këmbë duke hedhur valle. Sikur të çmendet fare nga nervat, që ka dalë nga normat fare së gjikundi, dhe kaq sa del në publik dhe funksionon vetëm në efektin e kokainës, se ndoshta ai merr fund. Ajo do shkoj para drejtësisë dhe do jap llogari. Kjo ka marrë fund, ka marrë formën e prerë. Problemi është në çfarë mase do shkoj, sepse ajo para drejtësisë është, sepse ata do shkoj është e pandehur, do shkoj si e pandehur në para tokës e gjyqtarëve. Pra në gjendje të lirë. Se dim se si do shkoj. Do shkoj të jap llogari. Do shkoj të vihet përpara fakteve dhe përpara provave. Dhe gjykata do marrë vendimet që duhen. Mund të shkoj të gjykohet në gjendje të lirë, mund të shkoj dhe me hepura në duar. Nuk është e udhëse dhe nuk është e këndshme. Ju parashikoni që do kemi ndryshime në qeveri tani? Po patjetër do kemi ndryshime në qeveri. Ajo në qeveri nuk merr pjesë më, haroje. Ta harrojnë shqiptarët. Ajo më pjesë e qeverisë nuk do të jetë. Avokat, në parlament nuk mund të jenë gjithë unison që të votojnë gjithë pro kërkesës SPAK-ut. Po thimi i fshet, ndoshta ka nga ata që mund të votojnë dhe kundër. Mund ta quajmë të motivuar politikisht. Ka dhe nga ata që u ka ardhur shpejtin majtë hundës nga Edi Rama, sepse po i leros, po i njollos që të gjithë me lerën e ti, me pislëtjet e tia. Pra, ai të gjithë deputetët e ti, të partisë ti, i ka njollosur me fekale, shqip. Dhe ata duhet të largohen nga ai. Po ka burra dhe gra me integritet atje që pak besoj se ka, po ka. Të dalën dhe që thonë, zotërie, deri këtu. Më tutje nuk shkojmë më, nuk merrem me ty, ne të mbajmë ty në pushtet që të shpëtosh ti të njollosemi neve, jo zotëri. Prandaj ata duhet të rresin mendjes ai. Po përfundimisht po të them këtë, Belinda Balluku do gjykohet dhe do dënohet. Këtë e di. Avokat, ju po flisni me siguri, por në këto 3 muaj të paktën, 2 muaj që kërkesa e SPAK-ut që po bëhen, por edhe përpara që kishte pritshmëri, edhe ajo nuk besoj që kanë duar kryq, avokat. Ka bërë dhe ajo planet, skenaret e vetë, si mundet ta kapërcej këtë. Pra mund ta ketë ajo në jasë në mëngë, në reagim, apo jo? Absolutisht jo. Asnjë asë në mëngë nuk ka jo. Pra, ju thoni që është duar pa kushte dhe do pranoj fatin që do i vinë, pas më duket kështu. Është absolutisht e fajtore dhe ajo, unë them absolutisht fajtore me këto që kemi, se vendimin e fundit e drejtësia, gjykata. Por ajo duhet vej të paraqitet para gjykatës. Pse trëmbet ajo të bëjnë gjykatë, çfarë ka? Jo. Pse mbron? Të lutem. Do bëjmë ca pyetje retorike që do t'i përgjigjemi vetë. Edi Rama po të rritë si në ka në shkop me qëllim që ta shpëtoj atë nga përgjegjësia. Do më thënë të mbajnë pushtetet dhe të vazhdoj të vjedhë. Edi Rama trëmbet nga Belinda Balluku. Ajo është ashkur ajo. Ka edhe për Tahirin, edhe për Ahmetajn, edhe për Veliajn. Po ata nuk e kishin në dorë si që ka kjo Edi Rama. Se Edi Rama nuk do t'i marrëm asnjë gjë për të bazë, do marrëm vetëm një fakt. Iku dhe vaqin në Turqi me zonjën Balluku dhe me një dorë fshiu 50 milion euro nga Arkeshtetit. Këtë gjë e din të gjithë, e din dhe unë e ti, e di gjykata, e di SPAK-u, e di prokuroria, e din të tërë. Si thua ti? Po nuk e di gjykata e apelit, se s'kemi ne vendim formës prerë për këtë. Po do vemi në gjykatë në shkallës parë njerë vetë përgjigjet ajo për gjithçka që është akuzuar. Pastaj, po doj dhe të apeloj atë vendimin e gjykatës shkallës parë, po do vej se s'bën atë të gjykata kundër krimit, korupcionit dhe korupcionit dhe krimit organizuar dhe korupcionit. Pra, ajo do vej se s'bën, nuk ka nga e mban. Edhe Edi Rama sado që të përpiqet nuk e shpëton dot atë, sepse nuk shpëton dot veten. Por unë ka besim absolut që
zonja Balluku do ta shes, jo do ta shes, po do ta denoncoj pislopun që ka bërë me Edi Ramën, duke lehtësuar njëkohësisht edhe veten e saj para opinionit. Se në fundit do themi të tërë, ai që kryeministri e detyroi e bëri që nuk ka vend të detyrojë, se po të detyron titullari për të bërë hedhur një firmë apo për të bërë një veprim, një aferë të kundërligjshme, ke gjë më të lehtë në dorë, të japësh dorë heqjen edhe mirupafshim. Por zonja Balluku, zotëri, ka ardhur nga Greqia këtu. Zonjën Balluku e futën grekët deri tek preheri kryeministri. Do vej se zbën e drejta dhe hakat e i Zoti dhe do t'i pritet rruga çdo lloj precedenci të tjetër që qeveria dhe qeveritarët të bëjnë, të vjedhin, të grabisin dhe të shpëtojnë nëpërmjet imunitetit. Pra thash që parë që neve na ka fajin kushtetuta. Dhe ndërkohë do ndryshojnë gjërat, do vinë fuqi, qeveria teknike ka mbaruar ajo punë, shpreh ai kostum, kot sa lodhet Edi Rama, kot sa lodhen dhe ata që janë rreth tij. Unë u bezile dhe atyre që ka rreth vetes. Ikni shpejt se gjemia e Edi Ramës po mbytet. Jo ka marru, jo, po mbytet. Largoni kush ka mundësi të shpëtojë. Ka i gjithu them, kush nuk është përlyer nga ju. Por dua të denoncoj veprimin që njerëzor që po bëhet në Shkodër me ata pronarët e atyre tokave, se më ndërprerve fjalën, po unë do ta denoncoj. Okej, ju vazhdoni me këtë avokat, unë do rikthehem prapë se kam edhe dy gjërat te çështja e Ballukut, po ju vazhdoni fjalën, jeni i lirë për ato që mendoni edhe për Shkodrën edhe për gjithë. Kur të mbaroni ju, do ju pyes edhe për dy gjëra për Ballukun. Patjetër. Unë nga ekrani juaj ju bisire gjithë banorëve që ka vajtur ky ulaj të marrë truallin. Bashkim ulaj që them vetëm kaq. Mund ta marrë sot zotëri me një copë letër të falsifikuar siç bëjnë hipotekat tona, por letrat e vitit 1900 ca nuk u afshin dot atyre. Dhe me këto ligje të poshtra që ka bërë kjo qeveri që thot nuk i njoh pronat para vitit 45, nuk merret prona zotëri, nuk vidhet. Jo vetëm kjo, dhe nuk është ky faktori kryesor që ti kryeministri i Shqipërisë po merr pronat atyre. Faktori kryesor është ligji që ke bërë me 7.501 që qeveria partia jote. Dhe i vë shqiptarët që të vrasin njëri tjetrin. Unë kërkoj nga zoti Bashkim Ulej, nuk e njoh, nuk më njeh, por i them vetëm kaq. Orek shumë të madh ke mor burr. Orek shumë të madh paske. Bën që kujdes, se ata burra që të dollën atje dje që i dollën policisë nuk janë budallë. As për kacak. As e kanë kokën të tepërt, që ta lënë atje, po ata për atë janë të vendosur. U them policëve që dollën dje në Shkodër, edhe par dje pas i dje, që vende dhe ndalojnë dhe arrestojnë qytetarët. Largoni nga prona atyre se si punë policie. S'ka krim aty. Krimin aty e bën ai që dërgon Bashkim Ulajn edhe quan pronar aty. Largoni ju të policisë, merruni me punët tuaja, ndiqni krimin dhe vjedhjet. S'keni punë me pronat, pronat e t'i zgjidh hipotekat, e t'i zgjidh gjyqit, e t'i zgjidh gjykata kush të doj. Por në fund fare u bëjthin e shkodranëve të asaj done. Mbrojeni me çdo mjet pronën tuaj, mos leni as i fadrom që të punoj. Shkatrojeni fadromat. Duke uruar që kjo të zgjidhet avokat, unë do rikthehem prapë aty tek çështja e Balluku, sepse më bëri përshtypje avokat se tek gjithë analiza juaj që thatë që Balluku tashmë është e detyruar dhe do ta pranojë këtë fat. Ndërkohë që në momentin e pezullimit ne kemi zhvilluar bisedën bashkë edhe kemi interpretuar edhe çfarë mund të ketë ndodhur brenda kryeministrisë atë natë që ishte bashkë me Ulsi Majën dhe në kryeministri. Edhe ju tha që aty ka pas debate të forta. Pra, si ka mundësi që njeriu më i pushtetshëm në Shqipëri pas kryeministrit të pranoj këtë vendim pa pasur ndonjë skenar B, në një plan B. Kjo më bën përshtypje, pra tani në vazhdim. Ajo mund të ndërtoj plan B dhe plan C. Çfarë të doj mund ndërtoj. Faktet nuk i fshin dot. Provat nuk i fshin dot. Veprimet janë bërë nuk i fshin dot. Dokumentat janë sekuestruar nga SPAK-u nuk i heq dot.
Prandaj, kot që të lodhet dhe në qiell të zbej e të zbres në tokë, kësaj drejtësie nuk i shpëton më. Dhe problemi është që do vej Edi Rama pas saj në gjykatën e kundër krimit dhe korrupsionit. Ai duhet të iki, të jap dorëheqjen dhe të largohet. Pra ju thoni që Spaku tani do shkoj pas Belindës, zonës Balluku do shkoj tek kryeministri? Patjetër, do ta çojë ajo kryeministri te Spaku. Nuk do shkoj Spaku atje. Do ta denoncoj ajo veprimet që ka bërë do t'i denoncoj në SPAK dhe SPAK-u pastaj do marrë ato masa që duhet marrë që ka për detyrë kushtetuese. Pra, do vemi dhe njërë të ka se më iku pa e thënë një sugjerim që i bëj populli shqiptar. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese duhet të zgjidhen me votë nga populli një lloj si deputetët, jo të zgjidhen nga partitë. Jo të emëroj pushteti. Edhe avokatin e popullit të mos e emëroj pushteti, sepse këta janë vegla, kthehen vegla në dorë të pushtetit pastaj, si të ndodh dhe si ka ndodhur deri në këto momente, presioni që ka bërë dhe po bën Edi Rama karshi gjykatës kushtetuese. Pra, duam apo s'duam neve, do apo s'do Edi Rama do vej dhe ai atyre togave të zeza dhe do jap llogari. U rriti edhe pakat avokat. Urdhë? U rriti edhe pakat gjyqtarëve them. Jo, ndash pagat u rrisi gjyqtarëve ai, ndash çfarë do që të bëj, se atë e bëri me qëllim që një nuk arriti vetë. Kërkuan ata që të rriten pagat. Në mënyrë indirekte, jo direkt. Ja arriti presidenti. I bën ata presion, po tani i bën presion ata, po u tha ai çoni dhe kërkoni këtë, është tjetër punë. Puna është që ai gjyqtar i ka me vete. Dhe deri tani fakti, Shkodra, Riolli, Bashkimi Ulaj vërtetojnë që ai gjykatën e ka me vete. Prandaj u them qytetarëve të Shkodrës, asnjë hap mbrapa. Asnjë centimetër katror mos lëshoni. Dilini çdo të pronës tuaj. Nuk ka mundësi të vi atje se jeni shumë larg, po do vija me kënaqësi bashkë me ju atje përballë policisë. Avokat, Keni kujdes me avokatët që keni zgjedhur. Po ju them dhe njerë të nderuar vëllezër, keni kujdes me avokatët që keni zgjedhur. Kontrollojeni veprimet e tyre dhe shikojini se si veprojnë. avokat, ju më thatë pak më parë që zonën Balluku e sollën grekët në Shqipëri. Po, patjetër. Tani sot në mos gaboj, historiani Arben Dhalla kishte një postim që thoshte që Balluku mund të ratiset Greqi. Po ta lën. Po ajo nuk mund të ratiset, sepse është në çdo kohë e kontrolluar. Pra, po ta ratiset është më keq akoma. Ajo duhet vetë jap llogari. Pra ju mendoni që do qëndroj dhe do përballet me drejtësinë. Ajo mund të ketë 20 pasaporta. Mund të ketë dhe pasaport greke, se çudi që e ka. Dhe unë besoj se e ka. Po nuk i hyn në punë. Nuk i hyn në punë sepse është ndaluar dalja jashtë shtetit. Vetëm po që se ky bën ndonjë marrëzi forcat e policisë dhe policia e shtetit të Anxhelias, po kjo përgjegjësi do bjerë mbi drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit. Pra, Ilir Proda ka përgjegjësi themelore nëse ajo largohet. Avokat, edhe diçka kam në raport me ndërkombëtarët të qeverisë të kryeministrit pas këtij vendimi tani. Europën, kancelarit, Shtetet e Bashkuara, pra gjithë ato presionet në mënyrë indirekte nga jashtë për vendimin e gjykatës kushtetuese, duket sikur e dha një lloj fryti se nuk rrëzuan as Pakun, as kryeministrin, pra një të mesmetar, edhe tani duket sikur po e hapet rruga pak a pak. Jo, ata rrugët të hapur e kanë, u hap rruga atyre, dhe pengesa kryesore ishte gjykata kushtetuese. Tani do vi puna tek Kuvendi, që të hiqet imuniteti, që në fakt s'kan imunitet, sepse Erion Braçe ka deklaruar që imuniteti i deputetëve shqiptarë është hequr që para 3 vjetësh, 4 vjetësh. Ai autorizimi duhet.
Urdhë? Ai autorizimi duhet, them, autorizimi. More, duhet, ajo mund të arrestohet dhe ashtu si që është. Dhe ja heqin, sepse është kapur në flagrant, zotëri. Ore, veprimet të flagrant nuk presi që të bësh ti procedura dhe ta shfuqizosh ti mandatin e asaj kur do që i fituj me muaj të tërë. Jo, zotëri. Është kapje në flagrant, janë kapur dokumentat flagrant. Ja, po është sabotuar në mënyrë të tmerrshme të gjitha veprat që ka dhënë parat ajo dhe janë ndërtuar. Tunelet janë qartë, tuneli Skërpisës rrjedh, tuneli i Qafës Murrëzit rrjedh, të tërë rrugët janë shëmbur, çfarë duan më. Jo më zotëri, jo, ajo duhet kapur urgjent, duhet marrë urgjentisht, po pas me të dhe ndërtuesit e këtyre objekteve që kanë marrë parat dhe të dalën të thonë se ata do dalën të thonë të vërtetën, që nuk kanë marrë lekët që ka përcaktuar e kanë hedhur në dokumenta, po kanë marrë 30% të vlerës. Të tjera të merr lubia e madhe me Edi Ramën. Prandaj dhe rrugët janë ashtu, prandaj dhe tunelet rrjedhi, prandaj dhe rrugës vënë hekur, sepse nuk janë dhënë parat atyre. Ata duhet dalën tani të denoncojnë faktin që ne kemi punuar me 30% të parave që ka përcaktuar tendin, të tjerat e ka mbajtur Ballukja. Megjithatë, avokat, për ta mbyllur, mua më bën përshtypje që ju mendoni që Balluku nuk ka një plan B. Më bën përshtypje. Nuk mund të ketë, dhe të ketë nuk e realizon dot. Nuk i këndot. Nuk mund, vetëm po që se e lejon i lirë proda që tiki. Jo, nuk e kam fjalën tek aratisja, por edhe procedura ligjore që ndoshta mund të çojnë deri në skadimin e afatit të kërkesës së gjykatës për autorizimin. Zero plan B. Zero. E pamundur. Ne këtu jemi dhe do ta diskutojmë. Mirë, po deri tani fjalët e mia të kanë dalë, pa mirë se kemi gati 2 vjet që komunikojmë bashkë. Po prandaj e zhvilluam dhe bisedën brëm, direkt pas vendimit. Hajde. Unë të falenderoj shumë avokat, edhe në emër të shikuesve tanë. Edhe unë të falenderoj ty për ftesën, edhe për mundësinë që më krijon që të flasim e të ndriçojmë çik shqiptarë se kanë humbur besimin, kanë humbur shpresën, kanë humbur gjithçka. Ndoshta ky vendim mund të jetë një pikë kthese. Patjetër, edhe është kthese e madhe. Është kthese e madhe, po ta them unë, nuk është 90 gradë, sa që mendohet, është 180 gradë. Uroj që të ndryshoni mendimin dhe për kreun e Spakut. Jo, pra të nuk ndryshoj mendim. E kam thënë, e them dhe do ta them, ai dhe kaq i bën se ka presion, nuk i bën në dëshirë e mirë, jo. Pra është vepra e Dumanit kjo që jemi tani. As e Dumanit. Është vepra atyre që ngritën dhe paguajnë Spaku, zotëri. Është vepra atyre. Duket se po rrethimi po vjen. Ka mbaruar kjo qeveri. Tani janë ato grahmat e fundit. Po e ngjoj Berisha, po kënaqet me këtë optimizëm. Berisha të mos shkoj si del pra pas dashit, se as Berisha nuk ka përfituar gjë, se është non grata, Berisha është bashkëfajtor me ta. Kaq. Faleminderit shumë. Kurdo, gjithë mirat. Edhe unë të falenderoj.